Java ka nisur me një aksident në autostradën Fier-Lushnjë në afërsi të pushimit të shoferit. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, një tip Benz dhe një tip Ford, të cilat janë përplasur me njëra tjetra në segmentin me trafik të ngarkuar të autostradës. Si pasojë e përplasjes, një person që ndodhej në mjetin Ford ka mbetur i lënduar dhe është transportuar menjëherë me ambulancë drejt spitalit të Lushnjës për ndihmë mjekësore, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga të dhënat e para të grupit hetimor të policisë rrugore, dyshohet se aksidenti ka ndodhur kur automjeti tip Benz ka frenuar në korsinë e tij në momentin që mjeti Ford po tentonte të futej në korsinë nga dalësimit duke sjellë përplasjen mes 2 mjeteve. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë shërbimet e policisë së qarkullimit rrugor, të cilat kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit dhe përgjegjësitë e mundshme. Për të shmangur bllokimin e trafikut, ka ndërhyrë dhe policia e rendit, e cila ka bërë disiplinimin e qarkullimit në këtë segment të rëndësishëm rrugor. Në automjetin Benz udhtonin 2 bashkëshort me origjinë indiane shtetas angles, të cilët fatmirësisht nuk kanë pësuar lëndime serioze. Ndërsa në mjetin Ford ndodheshin 2 persona nga Lushnja, ku drejtuesi i mjetit po transportonte të atin nga spitali Fierit drejt banesës, pasi ai kishte kryer një seancë dialize. Për shkak të aksidentit, pasagjeri është rikthyer sërish në spitalin e Lushnjës për kontroll dhe trajtim mjekësor, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Autoritetet vijojnë punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave që çuan në këtë aksident, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve, veçanërisht në segmentet me fluks të lartë qarkullimi.